Godina kryesore e Spitalit Bashkia Akmat do të nënshtrohet një rekonstruksioni të plotë, një investim ky që do të financohet nga buxheti i shtetit nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë. Projekti është bërë publik në fund të vitit të kaluar dhe tashmë sipas drejtorit të Spitalit Bashkia Akmat Erion Bala ka hyrë në fazën e tenderimit dhe pritet për pak kohë të nisë zbatimi i tij në terren. Bala shtoi se ky projekt do të zgjidhë përfundimisht një problem të shkaktuar ndër vite me ambientet e shërbimeve të ndryshme në spital, ku aktualisht janë përqendruar në godinën e maternitetit. Rekonstruksioni do të përfshijë të gjitha ambientet e brendshme të godinës trekatëshe. Për sa i përket projektit, i cili është financohet nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë, projekti është dorëzuar me të gjitha detajet për ndryshimet dhe planet e përcaktuara në projekt. Është vlera e fondit që është miratuar dhe buxhetuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave dhe presim që së shpejti të fillojnë procedurat e prokurimit. Pra, është viti 2026 që sapo ka nisur me fatin më të madh për të nisur ky projekt, i cili është shumë i rëndësishëm për sa i përket rekonstruksionit godinës, kur do përfshihet rekonstruksioni total i brendshëm i godinës, me salla, me ambientet e ndenjes, me ambientet e pacientëve, pra të pavionet ku shërbejmë dhoma, tualete dhe gjithë shërbimet që i duhet një spitali për të ofruar një spital. Është një projekt që me të vërtet ka zgjatur shumë për sa i përket rindërtimit projektit dhe funksionit spitalit, sepse në momentin që unë kam ardhur drejtues këtu, kam parë një projekt që ka qenë dikur vite më përpara, që ndoshta në hapësirën dhe terminologjinë tonë mjekësore që na shërben ne si mjek profesionist, nuk mund t'i shërbente në çdo moment situatave të tilla. Unë kam vendosur dhe kam ndryshuar sistemin e funksionimit të godinës ekzistuese, që është godina trekatëshe bashkë me një kat bodrum. Të gjitha urgjencat e spitalit do fokusohen në katin e parë, pra në katin përdhe, duke përfshirë me rekonstruksionin e godinës, me vendosjen e shërbimit të urgjencës dhe me vendosjen e shërbimit dhe të imazherisë dhe të laboratorit. Në katin e dytë do rekonstruktohen totalisht sallat dhe ambientet, të gjithat pavionit, dhomat të kirurgjisë. Në katin e tretë do vendoset në një pjesë të pavionit, sepse flasim për një godinë të madhe, pediatria dhe shërbimi i patologjisë, që do përfshijë pothuajse gati 100 shtretër. Sipas drejtorit të Spitalit Bashkia Akmat Erion Bala, ky nuk është projekti i vetëm, pasi në proces është edhe projekti për godinën e pediatrisë dhe atë të maternitetit. Sapo kam përfunduar dhe matjet për godinën e ish pediatrisë, që dikur ka qenë nxjerr si nga një dëmtim i tërmetit që na pa sjell në dëmtim të çatisë, nga problemet dhe mungesat e dokumentacioneve që kishte që kam kërkuar, nuk gjeta asnjë projekt aktual ose ndërhyrje që ishin bërë në vitin 2003-2005. Nga viti 2005 deri në vitin 2013 nuk është bërë asnjë projekt për sa i përket spitalit mat, të cili ekzistojnë dhe ka shërbyer për shumë vite dhe ka pas shumë godina. Në vitin 2025 kam kërkuar një rivlerësim të godinës nga Instituti i Ndërtimit, kur godina është vlerësuar e qëndrueshme dhe pa probleme, përveç problemeve që ka pesha e çatisë mbi solet që është vendosur në vitin 2003 nga një donacion, nuk di ta them se s'ka asnjë dokument, dhe për pjesën e godinës tjetër, që po pres që të mbaroj shumë shpejt projektin, po them brenda 2 muajve, aty do vendoset në katin e parë shërbimi poliklinikës për qytetarët me mjekët specialistë dhe në katin e dytë do vendoset obstetrik ginekologjia. Lajmi i madh tjetër është që ne presim, kam dërguar një projekt ide, po pres dhe ato që t'i zhvilloj projektin vetë me të ardhat dytësore që ka spitali, për të bërë qendrën e shërbimit social dhe moshën e tretë bashkë me donator tek godina ish maternitetit. Rekonstruksioni total i godinës trekatëshe të Spitalit Bashkia Akmat pritet të rikthejë në normalitet funksionimin e pavioneve që aktualisht janë zhvendosur nga aty.